Sot jemi në 15 mars. Bëhen 17 vite kur shpërthimi të mërshëm i korrupsionit të familjes së Sali Berishës me ministrat e Sali Berishës vrau 26 shqiptarë pafajshëm. Sali Berisha në këto 33 vite është politikani që me korrupsionin e vetë ka vrarë njerëz. Me korrupsionin gërdec vrau 26 shqiptarë pafajshëm, plagosi shumë të tjerë dhe shkatroi një zonë Shqipërisë. Me korrupsionin e vetë, bashkë me Ilir Medën vrau 4 protestues në 21 janar. Prandaj motra vëllezër, nuk duhet ta harrojmë kurrë që ai është politikani që vrau dhe mund të vrasë përsëri për të mbrojtur korrupsionin e vet.